4 vjet jashtë kuvendit ishin të gjata për nismën socialdemokrate. Kreu i kësaj partie Fatmir Limaj nuk guxoi t'ia mësy gare si vetëm në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të 2025-s. Kësaj para zgjedhjeve ai arriti koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo marrëveshje atij asiguroi 3 ulse në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, situata krijuar në kuvend, ku asnjë parti nuk arrinte ta siguronte shumicën parlamentare, e afruan Limajn me Kurtin. Vetëm pak ditë pas përfundimit të zgjedhjeve, Limaj deklaroi publikisht se nuk ka vija të kuqe ndaj lëvizjes vetvendosje. Ai e pohoi se vota e tij dhe 2 deputetëve Arbresha Krasniqi dhe Xhevahiri Izmaku do të jenë për cilin do kandidat për kryeministër, qoftë ai edhe Albin Kurti. Unë jam i gatshëm mi ndihmu kryeministit tem që i shërben vendit. Kush do të jetë kryeminist? Po qysh, jo. Unë jam i gatshëm mi ndihmu kryeministit nëse kërkon ndihmën tem në shërbim të vendit, gjithë. Pavarësisht edhe nëse është Albin Kurti? Për këtë tema nacionale. Për këtë tema nacionale. Për tema që jam të folur në net. Gjithë. Gjithë kam qenë. Në studiot tanët kam thënë jam i gatshëm gjithë më naftu. Tema nacionale. Kemi bëllë në betejat tona politike. E në pranverë, kjo parti nisi edhe bisedimet zyrtare me lëvizjen vetvendosje për një marrëveshje politike. Afrimi i Limajt me vetvendosjen e distancoi atë nga partneri i koalicionit. Më 14 prill, Haradinaj deklaroi se nuk ka pasur kontakt me Limajn, që nga intervista ku ai shprehu haptas mbështetjen për Albin Kurtin. Megjithatë, nëse Limaj dhe 2 deputetët e nismës do të votonin kandidatin e VV-s për krye parlamentar, Haradinaj tha se do të ishte një ndarje e turpshme. S'kam komunikim nga intervista e fundit e famshme e zotit Limaj. Ka qenë shumë e vështirë pra krijimi i shumicës nga opozita vetveteu, pozicionimi i tij hershëm e ka bërë edhe më të vështirë, ka qenë i parakohshëm. Edhe nëse nisma dhe Limaj mbështeshin pushtetin, kuptohet që ata ndahen nga ne. Po është një ndarje mjaft e turpshme për shkak se kemi kërku votë për ndryshim, edhe sjellja e tyre, veprimi i tyre është mjaft i turpshëm. E 5 ditë pas kësaj deklarate, Haradinaj e tha përfundimisht se Limaj ka ikur nga koalicioni, duke pohuar se këto e ka bërë në mënyrën më të turpshme, që mund ta bënte dikush. Më ka përshëndet, ashtu edhe për mirësjellje, kuptohet ja kom ndonë dorën, apo e pyet tha ka cigare, tha që ja e kom lanë. Pra e kom lanë. A ke lanë edhe koalicionet? Jo, se kem lanë, po ajna ka ikë në mënyrë më të turpshme, që mundet me bë dikush. Pas muajsh bisedime me vetvendosjen, Limaj nuk arriti një marrëveshje me partin fituese të zgjedhjeve, andaj edhe u shpreh se nuk e voton krye parlamentarin pa marrëveshje. E në fundin e tetorit, Limaj nisi afrimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Më 27 tetor të 2025-s, ai pati një takim me kryetarin e kësaj partie, Lumir Abdixhikun. Të 2 liderët dolën me disponim nga takimi. Një takim e shkëlqyeshëm me një mec shkëlqyeshëm me Limaj. Në këtë frym, një muaj më vonë Abdixhiku deklaroi se në listën e LDK-s do t'i rezervohet vend edhe Limajt dhe deputetëve të tij. LDK-ja do të kujdeset që një pjesë të listës së vet ta hap për partitë të tjera, përfshirë dhe zotin Limaj me deputetët e vet. Por as LDK-ja nuk ja mbushi syrin Limajt. Kështu derisa afati i fundit për certifikim në KQZ po afrohej, Limaj nisi kërkimin e bashkëpunimit me partinë e tij të vjetër. Pavarësisht raportimeve, kryetari i ri i PDK-s, Bedri Hamza deklaroi se nuk ka pasur takime me Limajn dhe se këto 2 parti do të garojnë të vetme në zgjedhje. Se këto 2 subjekte politike do t'ja mësyn të vetme zgjedhjeve të 28 dhjetorit, përfundimisht dhe zyrtarisht e tha dhe vet Limaj në një konferencë të jashtëzakonshme për media. Para gazetarëve më 7 dhjetor, kreu i nismës deklaroi se ndonse nuk u arrit marrëveshja për koalicion parazgjedhor, kjo parti synon t'i bashkohet PDK-s në qoftë se arrin të kaloj pragun në zgjedhjet e fundvitit. Fatkeqësisht, ky bashkim nuk ka ndodhur. Shkaku pse s'ka ndodhur bashkimi tani më dihet. Ama, kjo është një fazë. Rruga për bashkim është e vështirë, por ne do të vazhdojmë. Individi nuk e ndal bashkimin. Jemi na shumica që dojmë bashkimin. Dhe ai bashkim do të vjen. Nëse nisma, e unë jam i bindur, do të jenë në parlament, me grupin e vet parlamentar, do t'i bashkohemi bashkimit. Do t'jemi bashk me shokët,
me shoqen, me gjithë ata që kanë kërku bashkimin në grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Limaj e konfirmoi se kalimi i pragut do të jetë sfidë për partinë e tij në këtë zgjedhje, megjithatë u bëri thirrje qytetarëve t'ia besojnë votën dhe ta ndihmojnë të kalojë këtë prag. Kam kalu qindra pragje për Kosovën e për qytetarët e saj. Sa herë që avon nga unë personalisht, s'kam kursyer asgjë në jetën time, dhe gjitha pragat i kam kaluar në shërbimtantit tim. Edhe në kohën e para luftës, edhe gjatë luftës shërbimtare dhe pas luftës. Sa herë avon nga vullneti im, o s'ka pas prag që mund kanal. Dhe kështu e thetë e kalura jam. Sot është një prag ligjor. Ato nuk mu e kaloj vetë pandimin e juve. Ma besoni votën, mua dhe këtyre bashkëpunëtorëve. Ma besoni votën dhe më ndihmoni ta kaloj pragun. Po, ne e kemë vështërsi pragun. Po, ne e kemë shumë vështirë pragun. Ama, sa jam unë në parlament, nesër apo s'jam, as kam me vendos studio, as kam me vendos tavolina, as kam me vendos skutat, kam me vendos qytetari i Republikës Kosovës.